me që e përmende këtë pjesën e rezistencës, edhe një prej gjërave që më shumë t'i përflitet në për qarqet mediatike është se ata të cilët kanë, po themi mbi 3 dekada angazhim, po flasim tani për Partinë Demokratike, po në këto subjekte që janë më tradicionale në Shqipëri, sigur e kanë pak më të vështirë të pranojnë, ndoshta ju duken edhe sfidues të rinjt. Si e keni përballuar personalisht, po ndoshta dhe grupi i departamentit tuaj këtë lloj rezistence? E keni ndjerë? Ka qenë e dukshme apo pak më e butë? Jo shpjegoj. Shiko, në filozofinë e departamentit, cilën e kena ndërtuar bashkërisht, pra, nga bashkëthemeluesit dhe gjithë tjerë që kanë qenë pjesë e këtij rrugtimi, ne kena pas një nga principet kryesore lidhjen midis brezave. Unë nuk besoj që ka politikanë të ri dhe politikanë të vjetër, ka politikanë të mirë dhe politikanë të këqij, ka politika të dobishme dhe politika të padobishme, patriotike, jo patriotike. Pra, rezistencën në më tepër e hazi tek perceptimi që është kriju sikur ne të rive nuk na krijon, nuk na lejon e vjetra me kënë pjesë e vendimmarrjes. Tu më thënë diçka, pra se zoti Berisha si drejtues prej shumë vitesh i Partisë Demokratike, megjithse u tërhoq në 2013 dhe rikthehet prapë në atë kontekstin që ne e njohim, konsiderohet si personi pra e vjetra politikës. Du t'ju them nga eksperjenca jeme personale, është zoti Berisha që është arkitekti i departamentit Brengen, pra para se të kishte drejtues, para se të kishte antar, pra i konceptit departamentit Brengen, dhe t'ju them diçka, dhe kjo nuk është as për mi të bë lëvdat e zotit Berisha, po çdo projekt që ne kena propozuar, pra çdo gjë që ne kena dashur me bë me atë departament, nuk kena pas asnjëherë rezistencë. Dhe për këtë nuk jam i vetmi dëshmitar, por nuk është diçka që po e them unë. Pra, për te perceptimit, është diçka krejt tjetër. Tërse ne të rritë ne duhet mu imponu në politikën shqiptare. Unë isha vetë kandidat në Shkodër, i ri, pra, si që thatë edhe ju, për 20 vitesh i angazhum në Partinë Demokratike, pra nuk isha dikush që u katapultote as nga jashtë shtetit apo as nga jashtë partijet, pra isha një person që kisha njeh zhvillimet politike, që kisha qenë pjesë e strukturave, kisha qenë pjesë e zgjedhjeve, e megjithatë unë nuk dola unë më i votumin në Shkodër, po thojmë. Pra, nuk dolët më i votuari, por dolët ndër të preferuarit masivisht për hir të vërtetës. Dola i dyti, pra nuk është e vërtetë që këtu janë të etur njerëzit për tri. Pra është një kategori e njerëzve që dojnë me pas tri dhe kanë drejt, sepse duhet që rinia me kanë pjesë të vendimmarrjes, por në demokraci vendos shumica. Dhe ne në për tavolina e thojmë që dona tri, por kur marrin vendime, i kena bërë shkti, i kena bërë xhati, duhet me ja plotsu. Unë s'kam pas kur mi fut njerëzit në bërç, në thojse, pra s'kam pas vendimmarrje. Si unë gjithë tri. Pra është një sistem ekuacionesh që ne duhet ta shohim në tërësinë e tij, pra nuk është çështje dona apo s'dona tri, ai krijojnë hapësinë e tri apo si krijojnë hapësinë e tri. Shoqënia jon është një shoqëni me mendësi feudale në mendimin tim. Pra, pasuni të bërç është një mendësi që na dëmton pra për te krave politike. Unë në fushatën ka pas qëllu, që ose kena kohë një anekdot të shkurt, një tregim të shkurt, ishë në fushatë dhe vinë disa t'jem tri. Edhe më thënë mu komplimentet ma të mira, pra se më kishin pa në televizor, shqyqy që i ke ardhe që merre me politike, kështu, për shpirt ta kishim lanë votën, pra më tregunin që s'doshin me më votu mu, po unë isha maj mirë i mundshëm. Po i thëmë une, ke doni me votu, doshin me votu një kandidat tjetër të Partisë Demokratike, po i thëmë shumë mirë i thëmë une, vota është të shku prap të Partia Demokratike, s'ka probleme. Të shporta joni, thëmë, po ka një problemi, thëmë. Edhe e kam përmend këtë histori, e përmendin shpesh. Ka një problemi, thëmë, që edhe sikur, pra unë marrë një rast banal për me çunë ekstrem gjanë, pra edhe sikur të prishet banjë, ti nuk shkan e merr mikun me të rregullu, merr hidraulikun më të mirë. Politika është profesion i profesioneve dhe ne duhet t'i kushtojmë fillimisht si votues rëndësi këtij aspektit dhe mbrapa hajde të diskutojmë a kanë hapësinë as kanë hapësinë të rritur. Unë nuk mendoj se është problem, pra pengesë ekzistenca një brezi tjetër për te tonit brenda Partisë Demokratike apo edhe jashtë Partisë Demokratike pra në këto partitë e tjera. Ma shumë problem është mbështetja që ne japim me votë, me prezencë, me përhapje të ideve të rive, sesa rezistenca që ka brenda strukturave. Brenda strukturave ne kena edhe brenda trive kena konkurrencë. Pra nuk është çështje, si më thanë, njerëzit bashkohen ose ndahen tek idet, nuk bashkohen ose ndahen tek mosha. Ne kena tri që janë shumë të vjetër në mendime dhe kena të vjetër që janë shumë të rinë në mendime.